momente nga Boston, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Flamur Veza, një kolegë gazetar që është larguar. Vetëm ti po e bën këtë. Pse? Bravo të qoftë. Këtë. Vetëm ti ke 3.7 milion i ke kap gjithë nga Flamuri, nga Greqia, nga Flamur, të përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe përshëndetje gjithë. Po ku jeni Flamur se na mori malli? Në fakt po prisja, kam ja 30 minuta që po të pres. Të kërkojmë dje se tani kur shkon në Amerikë tani edhe do presësh çik kur të kërkojnë nga Shqipëria ore. Ja keni dhënë zarfin atje tani, por keni llape. Por ty jam i gatshëm gjithmonë, fakt edhe pse është e diel sot ditë pushimi, po për ju jam i gatshëm. Të falenderoj shumë, të falenderoj ti Aminjos. E para Flamur ke votuar? Në fakt Landi unë kam bërë një postim gjatë ditës djeshme, e kam pa të arsyeshme që këtë radhë mos të votoj. Stop. Flogert, ore çfarë bëjnë këta s'ka votuar asnjëri? Po, jo, paktën Flamuri tha unë s'kam votuar. Po? Ata të tjerë thonë nuk tregoja kam votuar. Po Flamuri se Jo, unë mund ta shpjegoj edhe arsyet. Dhe nuk tregojnë as a kanë votuar, se për këtë sigurisht që s'jemi shmendur që pyesim, po. Jo, unë mund të shpjegoj edhe arsyen në fakt pse e kam bërë. Po, e lexova statusin, po ti mund ta shpjegosh dhe të lutem regji, të lutem pak zërin pak më lart të Flamurit në studion nacional. Ideja Landi këtë radhë fakt kam vendosur që mos të votoj për shkak se disa arsyeve. E para që po themi këto bigët e famshëm të dy partive politike janë të njëjtët. Do me thënë, unë paka shumë ti e di arsyen që pse ika, do me thënë moralotaria amerikane dhe ika, por arsyen që pse vendosa t'iki është edhe këto politikanët të cilët edhe sot e kësaj dite vazhdojnë të kërkojnë votën qoftë për këtë që është në kryeministri që prej 12 vitesh apo ai që do të vi prap kryeministër edhe që ka 30 vite. Dhe për këtë fakt mendova që për këto njerëz ne vendosëm t'ikim dhe për këto njerëz unë nuk mund të votoj dhe t'i jap shans përsëri këtyre individëve për të thënë që janë të njëjtët që prej shumë vitesh tashmë kanë zaptuar, vjedhur, abuzuar me pronat publike. Në një farë mënyrë unë mendoj qofsha i gabuar në gjykimin tim kanë shkatruar sistemin arsimor, kanë shkatruar sistemin mjekësor, të cilën jemi gjithë koshient që në qoftë se ti ke një problem shëndetësor, du të marrësh kredi në bankë për të shly ato detyrimet që duhesh të paguash në dorë apo ku e di unë se çfarë. Pastaj ti kthehem të rinjët. Në fakt partitë e reja, të cilët ose kandidatët e rinj të cilët kanë dalë në pjesën e zgjedhjeve në Shqipëri, mendoj që për shkak të kodit zgjedhor ata janë të penalizuar. Pra, dhe unë mendoj që edhe sikur do të kisha votuar qoftë për dikën nga këto të rinjët, vota ime e para nuk do numërohej, sepse duke pasur çfarë po bëj me të dhënat e patronazhistëve pak kohë më parë, të cilët më morën të dhënat nga Albania dhe i publikuan në rrjetet apo në mediat në Shqipëri, nuk mendova të arsyeshme të kërkoj përsëri votën këtu për shkak se ka dhe kjo një diskutim tjetër. Për çfarë du të votoj unë tek ku ndërkohë unë nuk po jetoj në Shqipëri. Pse du të jem vendos unë për dikë se kush do të më drejtoj atë Rolandin në Shqipëri dhe unë të votoj që këtej që Rolandin të votojë dikush. Miku im Flamur, po drejtoj si kam thënë askujt mik në emision. Askujt. Ty të ka mik, po ta them mik. Pse po më duket sikur më ke rrëshqitur kështu, më ke ikur nga duart. Tani ti po bën thirrje mos votoni thuaj. Jo. Ti nuk voton për këtë. Unë po të tregoj arsyen time, unë nuk po i them njerëzve mos dini votoni, ndërsa më fal, ata njerëzit që jetojnë në Shqipëri, për mendimin tim, ata duhet votojnë se votojnë për të ardhmen e tyre. Por unë nga Amerika nuk mund të votoj për të ardhmen e atyre që këtu. Dhe unë ka diskutim edhe të lidhja e votës. Ti je nga ata që ke bërë sakrificë më të madhe. Se unë të jo shumë mirë, nuk të jo pak, që ke ndërtuar jetën në Tiranën tonë aq të vështirë, në vitet vështira. Ke krijuar familje këtu, ke një familje të mrekullueshme, ke 3 fëmijë si yje dhe ke bërë momentet më të vështira. Tani që në Amerikë, tani ankohesh, unë s'kam dëgjuar asnjëherë ty, sa biseda kemi bërë bashkë, që ta ankoheshe, ishe entuziast, ishe pozitiv, ishe donore, gjithmonë mendoj për të ardhmen. Tani që vajte në Amerikë atje thot, gjithmonë poshtë, kjo kështu dhe bën viktimën. Ora çka ka ndodhur me ty më? Jo, e para punës u po mundohem të sqaroj se nuk po bëj viktimën në fakt. Arsyeja pse unë nuk votoj. Dhe arsyet pse unë nuk votoj janë këto që ti rëndita dhe mund të shtoj edhe në gjë më shumë. Unë nuk mendoj që vota ime ose unë që nga Amerika të caktoj landit se kush do ta drejtoj landin andje. Dhe unë Fanoli në vitet 20 që ishte deputet këtu nga Amerika bëri gabim?
Ne morëm shtetin nga Amerika. Por shtetin ne kemi nga shqiptarët e Amerikës. Po dakor, korat kanë ndryshuar mendoj Landi. Flamur. Dhe unë nuk e po Unë doja shumë të të kundërshtoja. Ja, e kemi me Flogerdin. Doja shumë të të kundërshtoja, por një gjë nuk kundërshtoj dot sepse ne jemi si aju i pakët që unë për shembull kam qenë në fillim kundër votës diasporës. Edhe për ato arsye që thot Flamuri, se atje ku është Flamuri tani, ti nuk voton dot, po nuk pagove taksat. Po, okay, hajt. Ne i kemi bërë. Ato po mundohem t'ja shpjegoj. Unë në fakt kam qenë ose në bindjen time ishte edhe kundra votës diasporës, jam i sinqert. Sepse unë mendoj që nuk jemi ne ata që duhet caktojmë se kush do drejtojë Shqipërinë. Ne, duke qenë që ne u shkputëm nga Shqipëria, unë mendoj që ne duhet të alternohemi në politikat këtu ku jetojmë. E di çfarë ndodh Landi, shqiptarët këtu në Amerikë më shumë merren në politikë se çfarë po ndodh në Shqipëri, se çfarë po ndodh në zonën apo qytetin ku jetojnë. Vesi. Dhe duke qenë ky problem, unë mendoj që kam qenë një periudhë aty në Amerikë dhe ato që mësova aty nuk i kisha mësuar në Shqipëri. Këtu dinë edhe më shumë. Bile këtu dinë edhe gjëra tjera që fatkeqësisht ndonjëherë ka pas raste dhe unë një tender këtë më kujtohet Muli që një tender për atë rrugën për mbikalimin e parë që bë atëre te plepat të Durrës, ma treguan në Amerikë se si ishte bërë tendri, kush e kishte fituar dhe çfarë lidhje kishte dhe unë ngela pa fjalë. Unë se dija, vjen nga Tirana. Në fakt, për atë them, komuniteti jonë shqiptar, një pjesë e caktuar, nuk mund të them të gjithë, po një pjesë e madhe e komunitetit fatkeqësisht është e lidhur akoma me Shqipërinë, me politikën në Shqipëri. Dhe kur i mendon ose kur e diskuton, për shembull, ka disa qytete këtu që mos të kalojmë nga tema, ka disa qytete që komuniteti shqiptar është i theksuar, ka një numër të madh. Dhe ne nuk arrim të gjejmë një individ i cili mund të kandidojë në Këshillin Bashkiak të qytetit aty. Pse? Sepse të gjithë mendojnë o do punojnë që të sigurojnë më shumë të ardhura, ose të mendojnë ore se çfarë politike. Ti thuaj dikujt që këtu, do të shkosh deputet Shqipëri, ta jap 90% që është i gatshëm me vrap me lënë gjithçka me ardha. Ndej siç ndodhi me kryetarin e gjykatës kushtetuese. Si ishte kjo thonë gjë? Unë me atë kontaktet që kam pas me këtë komunitetit tonë, jo të gjithë kuptohet, por një pjesë e madhe e caktuar e njerëzve, ti thua që të lutem, na duhet një person të dalë në një qytet vogël, si antar i Këshillit Bashkiak, që do votohet për shkak se komuniteti shqiptar është i madh në atë qytet, nuk pranojnë. Ama ti thuash që do shkosh për deputet Shqipëri me vrap nisën. Nuk e di pse, nuk e di, kjo është akoma ideja që këta janë të lidhur shumë me historinë në Shqipëri. Siç ndodhi me juristën Olta Zaçka, e cila ishte juriste, erdhi kryetari i gjykatës në Shqipëri. Flamur, ka lek këtu apo? Ka, e vërteta, vazhdon ta mjelin Shqipëri. Ka edhe ne Flamur kemi edhe një tip anekdote tjetër që themi që nëse për shkuar një ambasador nga Amerikan për shkuar në vende të ndryshme, nëse për vende europiane janë 1-2 në radhë, në Shqipëri janë 40 në radhë. Kjo nuk lidhet ndoshta vetëm me paranë që i shkon mendja mbrapsht Landit, lidhet edhe me klimën, lidhet edhe me ushqimin, lidhet edhe me ka shumë. Janë shumë faktorë, absolutisht jam dakord me ty, janë shumë faktorë. Vetëm këtu tek ne ndodh që hy pa flok në burg dhe del me flok të mbjella. E kupton, nuk ndodh kjo asnjë tjetër. E kupton për kë ka. Në fakt në Shqipëri, po në Shqipëri nga burgu bëhen shumë gjëra flokert. Nga burgu sigurohen vota, nga burgu fitohen tendera, nga burgu mblidhen gjoba, nga burgu caktohen ministra, drejtor, zëvendës drejtor. Nga burgu në Shqipëri bëhen shumë gjëra. Ata që nuk çojnë njerëz në burg bëhen deputet, e kupton? Namila Bardhaja ka diçka Flamur me ty. Po, patjetër. Kam një ndërmjet vogël fakt, sepse ka një lloj, po themi lloj paradoksi me ajo që thot Flamuri. Unë do të thënë diskutimi a duhet votonte diaspora apo jo, është diskutim tjetër, nuk po i futem këtij diskutimi. Problemi është se vetë Flamuri është një shumë aktive dhe shumë i angazhuar me gjithçka që ndodh në Shqipëri, domethënë, ai shkon Flamuri është ai që angazhohet sigurisht. Ai shkon vazhdimisht edhe për tema që të tjerë nuk shkruajnë etj. Edhe të forta, edhe të patjetër. Kështu që duhet të ka një lloj paradoksi, nga një anë thotë që unë nuk votoj se nuk dua, domethënë të shmëlit mua aty me pastaj dhe pastaj është aktiv, ndërkohë që vota është një aftësi edhe për ta
Ta kapi flamurin duket. Jo, dakord jam dakord me këtë që unë jam aktiv, mundohem të shkruaj gjëra, por shkruaj për padrejtësinë që po i bën. Por kjo vota ime nuk do të thotë që do ndryshoj padrejtësitë atje sepse çfarë ndodhi edhe në zgjedhje, duke qenë që ishte era e parë. Fakti që u regjistruan 250.000, ja të bëj një renditje, të lutem vetëm më vjen zëri im dy herë. Ideja është që 250.000 votues, rreth 250.000 shqiptarë të diasporës u regjistruan për të votuar. Nga këto 250, me sa kam më informacion, unë diku rreth 20.000 janë në Amerikë. Dhe deri tani nga informacionet që kam marrë, 70% e votave nuk kanë shkuar në kohë në Shqipëri. Pra akoma janë rrugës. Akoma janë rrugës e para, e dyta. Flamur, ti jemi të saktë. Problem ka vetëm Greqia, DL-ja në Greqi për shkak të një komploti tipik grek, por jo të konfirmuar që t'jemi korrekt. Ndërsa probleme nuk ka, Italia nuk ka, Anglia nuk ka, Gjermania nuk ka. Amerika nuk ka. Edhe nga këte kam marrë informacione që ka pas probleme. Gjithsesi, ideja është këtu Landi. Duke qenë që ishte viti pare shumë confused njerëzit, sepse nuk dihet se si do selektohen, nuk ishte informacion të mjaftueshëm, qoftë edhe për emigrantët këtu, se si duhet procedohet, ku do shkoj vota jote, kush do ta lejë numëroj votën tënde, në cilën zonë do kaloj, jo verifikimi i adresave, kishte një procedurë shumë më të vështirë. Plus tjetra, për të kthy tek vota familjare që me ligj në Shqipëri ndalohet, shumica e emigrantëve bën votë familjare. Pse? Sepse morën 5 votues sa ishin dhe njëri i plotësoi të gjitha, dolën në rrjetet sociale, u publikuan vota që në Shqipëri është krim. Por duke qenë që kanë abuzuar në një pjesë caktuar. Po patjetër, edhe në Amerikë s'ke drejt të fotografosh votën. Por ideja është duke qenë që kanë bërë gjithë këto lojra, edhe fakti që thash, unë isha kundra, që në fillim, kundra votës diasporës, për shkak shumë arsyeve që mund t'i rendis, ndoshta do një kohë më të gjatë. Kjo që nga pulsedre, do më thonë Flamur, nga që ke dalë publikisht kundër votës diasporës, ke thënë tani s'ka kuptim që unë të votoj, se edhe nuk ke fajt. Jo, nuk ka lidhje kjo puna e kësaj ka diasporës të drejtën për sedra apo diçka. Unë thash arsyet e mia që pse nuk votova janë disa. Për ta mbylluar këtë diskutim se do të pyes për diçka tjetër. Shqipëria, krizat e saj mallore, kombëtare ka zgjidhur nga diaspora dhe veçanërisht nga diaspora e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu që syt i kemi nga juneve. Lani, do t'jap edhe një lajm që se ke qef lajmet ekskluzive. Nuk e di, dje doli një kontratë e Partisë Demokratike për lidhje me kërkesën e votave në kërkesën e vizës në Departamentin e Shtetit. Po, cili është lajmi? E di çfarë ka ndodhur, disa nga ato firmat aty nuk janë të sakta, janë të falsifikuara. Dhe do ketë një lajm me besoj nesër. Prit se firmat te ajo aty janë rendit disa shoqata, të cilat thonë që kanë firmosur për të Sali Berishën për t'i dhënë vizën Departament Shtetit. Deri tani unë kam konfirmu 3 prej tyre të cilët kanë mohu që janë firmtarë të atij dokumenti. Po që është standard. Por veç kësaj, ti po thua që ato kërkonin që ti ta shpjegoj. Ky është krim. Shiko, ky është krim federal në Amerikë dhe disa nga këto personazh më kanë njoftuar që ne do të bëjmë kallëzim në FBI për falsifikim të firmave. Flamur, ta shpjegoj unë për atë audiencë. Ta mbaroj edhe këto. Jo, ta mbaroja përveç kësaj. Disa nga ato firmtarë me cilët kam kontaktuar, edhe janë organizata të rëndësishme, disa prej tyre, kanë mohuar që janë firmtarë të asaj dokumenti. Përveç kësaj, fatkeqësisht, disa nga ato emra që janë vendosur aty, emra shoqatash, ku e diun se çfarë, janë fiktive Landi, janë disa individ të cilët kanë hapur një shoqat në Facebook, nuk janë të regjistruar në asnjë institucion amerikan si shoqat, nuk kanë antarësi, nuk kanë kryesi, nuk kanë struktura e një shoqate siç është, dhe thjesht janë antar ose shoqat Facebookut, kanë firmosur në atë dokument për të thënë që është një komunitet i gjerë dhe i madh për këtyre. Për shpjeguar që gjithë njerëzit kuptojnë për çfarë bëhet fjalë. Kompania që ka kontraktuar Partia Demokratike për të lobuar në 6 milionë, atë 6 milionë, 250.000 në muaj. Ka bërë 2 letra, një në 28 mars dhe një në 1 maj, drejtuar Departamentit Shtetit, konkretisht Sekretarit Shtetit Marco Rubio, për
dhënien e një vize për doktor Sali Berishën për të takuar diasporën. Po, letra e parë është dërguar, s'ka marrë asnjë përgjigje, ka dërguar letër tjetër. Tani te kjo letra që ka dërguar ajo kompania lobuese, kanë firmosur të gjitha këto shoqata e shqiptarëve të Amerikës. Pra çfarë ka bërë kompania me llafe të tjera? Ka falsifikuar kompania që i ka çuar letën në Departamentin e Shtetit. Shiko Algert, nuk e dim e ka bërë kompania, apo kompanisja ka dërgu dikush të gatshme për ta administruar dhe dërgu në Departament të Ky Shtetit. është një skandal shumë i rëndë. Dhe është një gjë shumë e rëndë çështë e vërtetë. Dyshimet e 6 milionshit në nivele të tjera, ose i heq dyshimet fare. Shiko, çështja nuk është çështja 6 milionshit firmtarët e këtyre organizatave. Firmtarët e kësaj organizatave janë për të lejuar Sali Berishës të jepet një vizë të vjenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk janë këto organizata ata që do të paguanin 6 milionshit, janë dy gjëra të ndryshme. Dhe kur falsifikojnë dhe këto po themi, tani, kjo është një skandal në vete realisht. Unë mendoj që janë atë shumë, janë individ caktuar janë atë shumë të dëshpëruar, sa që kanë arritë të bëjnë një dokument tillë të falsifikuar dhe të dorëzohet Departamentit të Shtetit, më duket çik absurde, po gjithsesi uroj në ditën e vazhdim do dalin, sepse disa nga këto krerë të organizatave kanë premtuar që do dalin publikisht, do njoftojnë që nuk janë firmtarë të atij dokumenti, por me sa kam marrë informacion, nuk donin. Patjetër, nuk donin që të dilnin dje dhe sot për shkak të zgjedhjeve në Shqipëri dhe nuk donin që të ndikonin, por që më kanë premtuar që unë nëse ata nuk do flasin, nuk do reagoj, unë do t'i bëj publike vetë në ditën e vazhdim. Por që e di që kam kontaktuar me disa prej tyre dhe nuk pranojnë që janë firmat e tyre në ato dokumenta. Plus tash, ajo që është më e rënda është fakti që abuzohet në emër të komunitetit me shoqata fiktive. Me shoqata të cilat nuk kanë asnjë, është një individ i vetëm i cili është mund të jetë me komplekse delirant, ku e diun se çfarë, ka hap në Facebook një faqe sigurisht kryetari i një shoqatës X dhe flet në emër të një shoqatës ku nuk ka as antar, nuk ka as një kryesi, nuk ka asgjë, është i vetëm. Dhe i kanë rendit emrat tek ajo dokumenti dhe kjo është më e keqja. Dhe nuk e di se si do vazhdojnë ditët e vazhdim, por nga informacionet që kam, ky do të bëhet një denoncim këtej dhe kush do të mbajë përgjegjësi, ai që e ka prodhuar dokumentin apo ai që e ka dorëzuar brenda Departamentit të Shtetit, kjo mbetet për tu parë. Jo, kjo është një gjë shumë e rëndë, unë të falenderoj që e ndave me ne këtë lajm flamur. Tani, kam dhe diçka tjetër. Si e shikon procesin ky numër shumë i ulët i votuesve? Lidhet edhe me faktin që ju të diasporës pasini këto indiferenca kaq të mëdha? Shiko, unë kisha indiferencën time personale, nuk mund të flas për gjithë, por duke qenë që ti je një opinion flamur. Dakord jam, por landi ke edhe parasysh një gjë. Flitet nga i stati thotë që mbi 1 milion banor janë emigrantë shqiptarë jashtë Shqipërisë. Dhe kanë marrë pjesë vetëm 250 kanë aplikuar për të marrë votën, duket indiferenca që është jo pse e them unë, por duket indiferencë e theksuar. Mirë, herë e parë flamur është edhe ky Patjetër, se unë i rendita edhe më lart ato problemet që mund të kenë edhe si dita e parë. Por ndoshta nuk e di, thash, njerëzit do janë lodhur landi, mos harro se jeton vetëm në Shqipëri çdo ditë dhe shef se diku në lagjën tënde kur dilje mas dite me pikafe bari ishte plot, tani delti në dark nuk ke 5 vet, 6 vet besoj. Nga ato çka kam konstatuar kur isha me pushime. Një pjesë e emigrantëve kanë krijuar, për shembull, këtu erdhi votoi Debjazi sot dhe më ka bërë habi. Votoi, sepse ai ka Eliza Dushku i thoni ju aty në Boston, që është me nën daneze, baba shqiptar nga Dushku i Lushjes dhe ka shënsi shqiptare. A mendon ti se mund të shkojnë përmend asaj amerikanes aty të votoj për në zgjedhje? Po sigurisht jo. Këta janë simbolika mendoj pastaj landi, por jo ka në shënsi shqiptare jo. Po dakord, në shtetësi shqiptare dhe këtu e di çfarë ndodh landi, ne kemi diskutuar bashkë. Komuniteti shqiptar në Massachusetts nga dhënat jo zyrtare, por edhe janë gati vetëm Massachusetts mund të ketë mbi 70.000 banor. A di sa pak marrin pjesë në zgjedhje? Sepse është ajo mendësia e Shqipërisë dhe çfarë ndodh këtu, nëse ti merr pasaportën amerikane duhet të regjistrohesh që të marrësh pjesë në vota. Nuk do të thotë që merr automatikisht drejtën e votës. Duhet të bësh regjistrimin në qytetin ku je. Dhe shumica, mos them 70% e shqiptarëve nuk janë të regjistruar për të marrë pjesë në vota. Dhe kisha dy raste tjera, duke qenë që po angazhohem me komunitetin,
me vatrën në Boston dhe me çunat e Bostonit apo me komunitetin tjetër. Diskutimet i bëjmë shpesh në këtë pjesë dhe i themi, ore, po paktën regjistrojeni edhe hajdeni votoni. Për komunitetin, për lagjën, për qytetin, për atë senatorin, për kongresmenin, që ta kuptojmë që ne kemi një fuqi. Kush numri më i madh i shqiptarëve në Amerikë? Nga informacionet që kam është New Yorku dhe Michigani. Sa ka New Yorku? Paga shumë, se Nuk mund të them saktësisht, Landi, ata mund t'i shohim online, me thënë drejtë nuk kam pas në kurreshtë mi pa, por e di që ka një numër të caktuar të madh në Michigan, sepse nuk janë vetëm shqiptar të Shqipërisë. New Yorku ka shumë shqiptar të Malezit, Maqedonisë, Kosovës dhe të Shqipërisë. Ndërsa në Boston kemi më shumë kemi shqiptar nga Shqipëria, pak nga Kosova, thuaj sa as pak nga Malezi apo nga Maqedonia mund të jenë me gishta dore. Okej, Namir, nëse kishe diçka për ta mbyllur që të jap leje dhe të vazhdosh se një përmbyllje tënde për votimin, për gjithçka. Shqipëria ka nevojë Unë për ndryshim. më fal, nuk e di çfarë bëri Spaku këtë ditë Landi, pa dhe aksion. Do të pyes, ja sa të përcjell Namirin do të pyes se ka votuar dhe Altin Dumani sot dhe është komentuar goxha në Tiranë. Përgatitur për këtë pyetje. Po, tani dua diçka për flamurin në aspektin e drejtësisë, sepse flamuri tashmë është një opinionist generalist në kuptimin që jep mendime edhe për politikën, por ajo baza thelbi i tij është te drejtësia. Më bëri shumë shtypje sot që është komentuar fakti që votoi Altin Dumani sot dhe kam bërë debat me disa kolegë në studio që ore thashun, ju mendoni se Altin Dumani ka marrë në telefon dikë, hajde më filmoni mua aty. Po një kryeredaktor, një student gazetari, student gazetarie, kur organizon punën në një televizion të lajmeve, gjë e parë thot, ku voton Rama? Në fshat atje, në Surrel. Ku voton Berisha? Në shkollën X, në shkollën Kosova. Ku voton Basha apo tjetri? Presidenti i kryeës presidenti. Ore ky Altin Dumani ku voton? Këtu. Shiko, hajde këtu thret gazetari, se kështu funksionon, hajde këtu. Që dy javë para. Landi, unë mendoj ndryshe nga ti për çështjen e. Unë mendoj që në votimin e Altin Dumani dhe agjendat të shumë kollaj, në KQZ e gjen. Dhe ti do shkosh atje. Dhe kaq. Tani mendimi yt dhe pastaj flamur vese. Për çfarë vjen? Pse votoi? Jo, pse u komentua kështu? Se dikush tha votoi në mënyrë demonstrative. Gjodani. Votoj me njoftim. Po. Jo, unë mendoj pak ashtu si Flogreti që ka të drejtën të ushtroj votën, ka të drejtën si çdo qytetar tjetër edhe ai të ushtroj nëse mendon të arsyeshme për të votuar. Pastaj i njofton mediat, nuk i njofton mediat. Pse është njoftuar? Po unë kam informacione që po kjo nuk besoj që ka rëndësi, për shkak se është personazh i cili tashmë po luan në opinionin publik. Po themi, jo po luan, po krijon një imazh publik, si thua, një zyrë propagandistike, model subjekt politik. Dhe duke qenë që e ka ndërtu gjithë këtë imazh publik, qoftë edhe me spotet publicitare për çështjen e fushatës elektorale për zgjedhjet, ku publikuan një spot me ndihmën e ambasadës angleze. Unë mendoj që nuk është ndonjë gjë, është e drejtë. Flamur është bashkë me KQZ-n edhe bashkë me prokurorinë e zakonshme. Me prokurorinë e përgjithshme. Dakor, po edhe të treti quaj sfilat, unë them drejtën, edhe ta them sepse është detyrim ligjor i atyre institucioneve të hetojnë krimet zgjedhore. Nuk është Flamur më pyet njëri, më fal. Ore mos ka harruar të votoj presidentin e Republikës, si them rriqet, presidenti ka votuar. Nuk e di, ka njoftu mediat presidenti? Po. Gjithsesi, unë mendoj që e drejta e gjithë qytetarit që jeton në Shqipëri dhe mendon se duhet votoj, duhet shkojë të votoj. Por se kë voton, pastaj është problem tjetër. Por mos harrojte lista e patronazhistëve që doli në media, Altin Dumani patronazhistët e Partisë Socialiste e rendisin si votues të Partisë Socialiste. I ke online të dhënat e databazit publikuar në atë kohë, por kjo nuk ka rëndësi, është bindja e tij politike që nuk ka rëndësi për çdo individ. Ajo lista Flamur, më fal që jo për të mbrojtur Altinin, Altini të votoj këtë doj. Altini ka treguar me akte që socialistët sot i ka çuar atje ku stuhet, por nuk është faji Altinit pse bëjnë korrupsion ata. Ajo lista kishte emra dhe informacione që ne i dim,
konotacion negativ. Okej, nuk po e them propagandë, jo, po public relation ose PR-in e famshëm. Po njëjta gjë është propagandë me gjuhën në konotacionit negativ, po gjithsesi propagandë bëjnë. Po është, shiko, ty hym debatit teorisë doktrinale se cila është propaganda, cila është PR-i, nuk besoj që është kjo arsyeja për ta shpjeguar këtu. Ideja është këtu, të lutem shëget. Mesazhin e gabuar në publik. Po patjetër o burr, sepse të bën sondazhe për vete se çfarë pritshmëri ka në opinionin publik, unë mendoj që nuk duhet bëjnë një institucion sondazhe që a është besueshmëria e lartë apo nuk është besueshmëria e lartë. Apo të shef. Ka bërë këto sondazhe. Po mirë, merr informacione dhe pastaj pyet. I ke informacione që i ka bërë informacione sondazhe të iniciuara nga SPAK-u, nga kompani të ndryshme të cilat kanë bërë sondazhe për çështjen e PR-it. Dhe përveç kësaj, nuk e kisha tendencioze fare po pyesja, pra, po tregoj të brendshëm apo ke informacion që ka ndikuar tek, pra i ka financuar Landin që të bëjë televizioni X-in sondazhe në fakt? Jo financime, sepse financimet i kanë të hapur, por ka iniciuar dikë tjetër në kuadër të stafit tij të ngushtë, një kompani ose një ambasadë apo një institucion për të bërë një sondazh për mënyrën se si është pritshmëria e kësaj. Po është gjë tjetër kjo. Dakord jam unë që ka të drejtën e votës dhe si të gjithë mund të votojnë. Tu duhet ta vërtetosh këtë se po tani unë nuk do rrit të nxjerr letra Hollandin nga këtu se kjo është firma që ka filu shefi kabinetit i ka urdhëzuar po të bëni një sondazh për SPAK-un. Tani ne në Shqipëri e dim se ç'a ndodh. Jo, ti mund t'i çosh një letër SPAK-ut dhe t'i kërkosh informacion për këtë dhe ta nxjerrim gjithë. Po nuk e ka bërë SPAK-u, o burr, ja thash edhe këtë. Nuk e ka bërë SPAK-u. S'kemi pse të kompleksohemi, o Fleget. Nuk e ka bërë SPAK-u vet. SPAK-u ose zyrtarët ose stafi i afërt. Nga Dibra nuk kam tjetër lidhje me. Po nuk ka rëndësi, o burr. Unë po të them diçka tjetër. Nuk i bie pak. Ishte batut. Unë nuk po e them këtë fakt. Ideja që ne e dim gjithë çfarë se si po bën PR për vete SPAK-u. Tani këtë nuk besoj që mund ta mohosh. Kemi vetëm 3 ditë më përpara, Altin Dumani shkoi në Shkodër, ndërrin BKE-ja në disa ambiente shtëpiash dhe thanë janë sekuestruar para, tollona, karta identiteti, ku janë? Në procedurale të sekuestrimit nuk thuhet asgjë nga këto që janë sekuestruar para, tollona apo karta identitetit. Është për tu kritikuar, është shumë. Tani unë këtë them që është PR, sepse po mundohen të bëjnë public relation për një institucion i cili ka besueshmëri në opinionin publik maksimal. Dhe ti nuk mund të sajosh gjëra të thuash që në Shkodër gjetëm ne tollona, gjetëm para, gjetëm karta, ndërkohë ku nuk ke asgjë. Dhe më thuaj kush mund të më thotë një sot, mas 5 dite sa shumë e parave që është gjetë. Si ka mundësi që SPAK-u për çdo gjë njofton me njoftim për shtyp, u sekuestruan $50,000, $5,000, $2,000, $1,000, $10,000, në rastin e Shkodrës nuk ka asnjë shumë caktuar. Dhe këtë them unë që bëhet PR. Më lë të them diçka. Kur ti bën kritika, se unë të njoh shumë mirë dhe ti je djalë serioz dhe djalë i ndershëm, janë dy cilësi që janë të rralla në shoqërinë shqiptare. Serioz dhe i ndershëm, dhe nuk është pak. Dhe kësa i shtoj atë që je profesionist dhe kur ti bën kritika, sigurisht unë jam i bindur që ati institucioni i bën mirë. Do të thënë, parasisht se dikush mund të rrullë buzët e tjerë. Por, ajo që unë dua të them është, dakord, ti mund të bësh kritika dhe gjithë ne mund të bëjmë kritika për SPAK-un, sepse besoj është normale në këtë pikë që ka arritur. Por një gjë e ka arritur Flamur Vezaj, që SPAK-u e ka shkullur dhe e ka dridhur klasën tonë politike. Nuk mendoj për para 5 vjetë tutje që politika shqiptare të kishte në burg X, Y, Z e tjerë. Nuk e mohova këtë Landi. Po pra, këtë e ka rritë SPAK-u dhe... Nuk e mohova këtë, unë po flas për diçka tjetër. Tani, perfeksionin nga institucion rishtar e theksoj këtë. Jo, po flisja për public relation, po flisja për relatat që nuk po e them propagandë, po e flisim për këtë pjesë. Ndërsa për një synim apo një strategji për public relation në SPAK-u. Përkundra, si them, ndoshta janë indiferent, më fal. Nuk ka rëndësi kjo, ne po flisim diçka tjetër dhe unë jam dakord me ty që ka shkuar politikën. Më fal Flamur, në qoftë se SPAK-u ndërton marrëdhënie ora 17:00, votimi mbaroi. Jo kudo, aty ku ka njerëz. Mirë, po votimi mbaroi, votimi zyrtar mbaroi. Tani në këto momente uroj mos dalin të dy drerët e politikës tonë që ne fituam.
Se kanë si zakon dalin akoma pa numëruar në votë. Duket se po na vjedhin, pastaj na i paskën pas vjet, po se pas kemi. Do besoj të kujtua ajo e Lulzim Bashës kur tha nga ky moment Edi Rama nuk Fitoria është në kuti, tha nga ky moment s'është më Edi Rama. Edi Rama nuk është më kryeminist. Kështu që për atë po them, tani ti kthehemi Spakut. Realisht unë nuk po e mohojm faktin që ai institucion nuk ka bërë punë. Sidomos ndaj zyrtarëve të lartë, edhe pse ka disa dosje të cilat kanë diskutim në mënyrën se si janë ngrit akuza me modestinë time juridike. Por që ka bë veprime konkrete për korrupsionin ka bërë. Pastaj, në qoftë se ne bëjmë një analizë për punën e Spakut, kjo është një diçka tjetër që ne mund të diskutojmë më shumë më gjatë. Por që unë mund të rendis edhe disa dhëna që ne jemi koshient gjithë, se po mos ishtin materialet e Sky ECC-s, ne do vazhdonim që disa vrasje të ishin akoma në arkiv. Dhe fal. Po pa diskutim. Po unë të premtoj këtë Flamur Vezaj, si mik dhe si koleg, që bashkë me Flogertin dhe ndoshta edhe një koleg tjetër që të diskutojmë, të bëjmë një emision të posaçëm vetëm për Spakun. Patjetër, unë jam i gatshëm gjithmonë për ju. Flamur, ndërsa po doja votimit? Jo, po vetëm doja një gjë të rendisja në lidhje me statistikat realisht, sepse a di pse e them PR landi fakti që u ngrit task forca, u bën një strategji e madhe. Shiko, u bën një strategji para zgjedhjeve, u ngritën grupe pune, shkuan nga 2 prokurorë në për zona caktuar, do të bëjmë namin, do bëjmë luftë dhe të gjithë njerëzit prisnin aksion. Pra, ose ne qytetarët shqiptar janë ndërgjithësuar dhe nuk po vjedhin ose nuk po blejnë vota, ose Spaku nuk i ka kapur, nuk i ka dëgjuar. Këtu jeni në një linjë të dy. Jam shumë dakord. Dhe duke qenë, dhe kjo them është PR, pra. Për këtë fakt them unë që është PR, për shkak se u pompui gjithë opinioni publik se do bëhet nami, task forca, shkoi prokurori në rrethe, dalin fotografi, dalin në kamera, dhe kjo ishte përfundimi çfarë kemi. Një ushtrim logjik në kuptimin e argumentit logjik. Pra, Spaku bëri gjithë të PR-in që thua ti. A nuk mendon, a nuk po ta pranoj, unë i ka bërë gjitha, pra është amplifikuar, duke thënë që do bëjmë këtë, kemi strategji, jemi të ndarë kështu, jemi në terren, nuk do ketë shans bandat këtu, do denoncojnë media, do ndjekim çdo media. Dhe mos harroni gjë që këtë krimin zgjedhor shumicën e ka prokuroria e përgjithshme dhe prokuroritë e rretheve, jo Spaku. Spaku e ka grupe të caktuara kriminale. Pra e sa ka Spaku, unë them që se këtu po ndajemi bashkë, që unë PR-in, marrëdhënien, ndërtimin e marrëdhënieve të mira me publikun, unë e quaj gjë të mirë, ndoshta e kam, edhe pse kam studiuar për shkenca komunikimi. Dhe unë them që pritore se ndoshta ky PR-i, që mund perceptohet si gjë negative, në finale ka rezultuar si frika që ka ruajtur vreshtin më. Po në qendrat puna më e madhe. Po Flogert, ne e dim si funksionon në zgjedhje, burr. Pse po prisnim ne që ditën e fundit grupet kriminale, ditën e zgjedhjeve të shkojnë para qendrave të votimit, nuk ka ndodhur asnjëherë. Të bëj një pyetje, pse opozita vetëm dje ka filluar thotë që kemi ca shqetësime se mund përdoret krimi dhe banda dhe nuk i ka përdorur fare gjatë fushatës? Nuk e di, ajo mund të jetë strategji e tyre. Të jemi sinqert unë, Flogert, unë mendoj edhe gjë tjetër. Heshtja ose fakti që Sali Berisha ka qenë gjatë gjithë fushatës ose këtij afatit një mujor të fushatës zgjedhore shumë i qetë, jo ai Berishi njohim ne me sopat në krah, kjo më tregon që ose është lodhur për aspektin shëndetësor, ose e di që nuk do të fitonte dhe thot thjesht unë do fitoj sepse po rikthehem edhe një herë në skenën politike, ose i kanë dhënë garanci dikush që ti do e fitojsh dhe mos bëj zhurmë shumë. Dhe heshtja e Sali Berishës në gjithë këtë fushatë elektorale më ka lënë përshtypje sikur ky nuk do të fitojë zgjedhjet, jemi sinqert. Ose e dinte që s'do i fitonte dhe nuk ishte ai Saliu që bërtiste uluriste nëpër fushatë zgjedhore. Dhe kjo i takon, mendoj unë, partive politike. Zhurma mund të jetë amplifikimi ose është ngrit një kaos e tillë që janë friksuar njerëzit. Po ne sot ditën e zgjedhjeve pam që njerëzit nuk kanë friksuar. Të gjithë në disa qendra votimi kanë denoncuar individ caktuar, të cilët me lista votimi rrinin para qendrave votimit, që me listë tani nuk e ka. Jo, e di çfarë më shqetëson mua Flamur? O Landi, çfarë më shqetëson mua? Më shqetëson vetëm një gjë. Në qoftë se ne do e masim punën e Spakut të zgjedhje, me pritshmëritë që kishim ne që Spaku të rrafshonte Shqipërinë për të thënë që ja e hoqim të keqen, pra
është absurde, pra. Po jo se ne po themi ose një grup caktuar njerëzish, dëgjoj vëlla jot. Aty ku ka, e di si është kjo punë? Kjo është zot na fal, kjo është të bësh kemio pa pas kancer. Pra ti thua pse nuk ka arrestuar Spaku njëri në Tiranë? Më fal. Po nuk kanë vepruar më bandat dhe nuk ka qenë punë për Spakun. Nëse ka pra ndalim ka pas. Kjo tregon pra që qytetarët janë ndërgjegjësuar. Po pse Flogret ti pret që bandat kriminale, ti në rëndisun me emrat se cilët banda kanë ndikuar në zgjedhje? Më fal. A do t'i rëndis me emrat gjitha se kur kanë qenë gjatë gjithë kësaj fushatës elektorale? Ore më fal. Ne marrim premisën, dy premisat gabuara. Një premisë marrim që ne jemi shoqëri. Është çështje këndvështrimi, o Flogret. Dhe premisa tjetër është që Spaku nuk ka bërë asgjë, ndërkohë që e vërteta është, ndoshta ana tjetër, jo, ne nuk jemi një shoqëri e kriminalizuar, dhe e dyta, po, Spaku ka parandaluar aq sa nuk e dim. As ti as unë do. Jo, unë them që ka parandaluar shumë. Pra? Mirë, kjo tregon atëherë që njerëzit janë ndërgjegjësuar dhe frika nga Spaku i ka bërë që grupet kriminale mos të ndryjnë. Aman të lutem, këto unë nuk e besoj. Edhe mundet. Këto unë nuk e besoj, gjithsesi. Me një ata flamur, ne do ta diskutojmë një emision të posaçëm vetëm për Spakun. Tani për ta përmbyllur, ke diçka për zgjedhjet për ta përmbyllur? Jo, uroj që të fitoj ai që mendohet që do i ketë të drejtën për të qeverisur edhe 4 vite të ardhshme, edhe pse unë mendoj që rotacioni ishte i nevojshëm në Shqipëri prej kohësh. Pavarësisht që opozita është thërmitë, është coptuar në 6 pjesë, 7 pjesë dhe kjo është problemi që mendoj që zoti Rama do vazhdoj të jetë në pushtet. Nuk i dihet se si do shkojmë më mbrapa, po uroj që mos ketë incidente, mos dalin të thonë të bëjnë po themi rrëmuj siç janë mësuar të bëhet në raste të caktuara që jo i vodhen, jo si vodhen, jo u bën, jo s'u bën. Por uroj që vetëm të ketë qetësi tani mbrapa sepse stabiliteti politik është i rëndësishëm jo vetëm në Shqipëri, por gjithë rajonin e Ballkanit. Flamur, unë të falenderoj shumë, të jam i njohës që bëm këtë lidhje, këtë bisedë me të vërtet edhe miqësore, po edhe shumë profesionale dhe shihemi në takime të tjera. Kalofsh mirë dhe mbarësi ty dhe familjes tënde aty në Boston me gjithë aktivitetin tënd, jo vetëm atë profesional dhe në punët tua, por edhe me atë të Federatës Vatra se ke bërë goxha aktivitete interesante aty dhe më pëlqejnë shumë ato që ke arritur të bësh. Faleminderit Landi, të mirëpresim. Bostoni është vendi i shqiptarëve. Kemi shumë Bostonin e kam në zemër. Kështu që mirë të presim edhe mirë ardhje. Kemi edhe të reja, në ditë vazhdim do kemi edhe të reja tjera. Fantastike fare. Mirupafshim. Fala. Shëndet.